Dashur demokrat, dashur qytetar, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike profesor Dr. Sali Berisha, jam shumë e nderuar që i drejtohem kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike. Sfidat që ka kaluar Partia Demokratike në këto 4 vite kanë qenë realisht të paprecedenta. Megjithatë ja dolëm fal jush, fal besimit demokratëve, fal guximit dhe qëndresës tuaj që ne të rezistonim. 4 vite më parë, në prill të vitit 2022, unë kam ardhur në këtë kuvend dhe ju bashkova për herë të parë Sali Berishës. Për shumë kënd në atë kohë ishte një surprizë, po për mua në fakt ishte një bindje e plotë se e drejta qëndronte këtu, dhe koha e vërtetoi, ne ishim në anën e të drejtës. Partia Demokratike arriti tu përballoj dallgëve të forta, sulmeve dhe përçarjeve. Por përpara nesh tani kemi një sfidë më të madhe, të mos jemi thjesht një parti që reziston, por një parti që fiton. Të jemi alternativa reale e qeverisjes për shqiptarët. Ndryshimi është ligji i jetës dhe ata që shohin vetëm nga e shkuara ose e tashmja, me siguri do të humbasin të ardhmen, thoshte John Kennedy. Kjo thënie në fakt mendoj se përmbledh më së miri sfidën që ka sot e djatha shqiptare dhe në veçanti Partia Demokratike. Historia e PD-s është krenari, është pjesë e identitetit tonë, por politika moderne kërkon përshtatje me realitetin e ri, me teknologjinë, siç e prezantuam sot, me komunikimin modern, me ekonominë globale, me sfidat e integrimit evropian, me pritshmërinë që ka brezi i ri. PD-ja duhet kthehet realisht në pasqyrën reale të shqiptarëve. Kur censusi na tregon se në shoqëri ka më shumë gra dhe vajza, se në universitete diplomohen më shumë gra dhe vajza, atëherë sigurisht që Partia Demokratike bëri shumë mirë që rriti kuotën e përfaqësimit të grave dhe vajzave, por sigurisht që kjo nuk mjafton. Duhet t'u japim më shumë hapësirë atyre, sepse një parti moderne nuk ka frikë nga përfaqësimi, po forcohet prej tij. Duhet të përfaqësojmë më shumë rinin, duke ndjekur ritmin, energjinë dhe modelin e tyre të komunikimit, por edhe të jetesës. Ndaj dhe rritja e përfaqësimit tyre me 40% sigurisht që është një lajm i mirë i këtij kuvendi. Të dashur miq, opozitat sigurisht ndërtohen mbi revoltën, por zgjedhjet fitohen mbi shpresën. Prandaj Partia Demokratike duhet nisë që sot punën për zgjedhjet e ardhshme lokale, për të gjetur në çdo bashki kandidatët më përbashkues, dinjitoz, fitues, kandidat që u japin qytetarëve shpresë dhe besim. Sigurisht, guxim është që të ngrihesh dhe të flasësh, por është guxim dhe të ulesh edhe të dëgjosh. Për Partinë Demokratike sot do të jetë shumë e rëndësishme të mësoj të dëgjoj të rinjt, profesionistët, biznesin, diasporën dhe ata qytetarët e zhgënjyer që nuk votojnë më. Sepse ndonjëherë fuqia më e madhe politike nuk është thjesht fjala e fortë, por aftësia për ta kuptuar realitetin dhe për t'u përgjigjur atij. Mënyra më e mirë për të parashikuar të ardhmen është ta krijosh vetë atë. Kjo është thelbësore për ne si opozit. Nuk na mjafton vetëm konsumi i kësaj qeverie, që shqiptarët sigurisht e shikojnë çdo ditë si simbol të korrupsionit dhe të arrogancës. Nuk na mjafton as pakënaqësia popullore. Ne duhet të kemi dhe të shpalosim që sot projektin e të ardhmes, besimin e demokratëve, besimin e qytetarëve që ne mund t'ja dalim, dhe ekipin që e përfaqëson më së miri shoqërinë. Ndaj, të nderuar miq, me besimin në Zot, me forcën e çdo demokrati, me vendosmërinë për t'i kthyer qytetarëve shpresën, unë besoj se ne do t'ja dalim. Do t'ja dalim të kthejmë Partinë Demokratike në pushtet dhe t'i japim Shqipërisë një fytyrë tjetër, fytyrën e vërtet europiane. Shumë faleminderit.